Mbyllja e kanalit për ujitje ka shkaktuar revolt tek një pjesë e bujqve të Tetovës. Ata thonë se premtimet kanë qenë që kur të ndërtohet muri mbrojtjes, do të ndërtohet edhe kanali për ujitje. Përderisa punët për ndërtimin e murit të mbrojtjes për gjatë lumit Shkumbin kanë filluar dhe janë duke vazhduar, nga ana tjetër, bujqit thonë se shumë shpejt do të filloj sezoni i ujitjes dhe mungesa e ujit do të shkaktoj shumë telashe për mbi 100 bujq të kësaj zone. Ne kemi dalë këtu për të marrë sa do një informat vogël çka do të bëhet me kanalin të cili ka ekzistuar prej vitesh, kurse tash me këto punime ne shohim që kanali jonë që kemi ujtë deri tash nuk ka qasje më për në tokat bujqësore. Faktikisht ujti nuk ka qasje të cilin jemi furnizuar nga lumi Shkumbim për tokat për ujtje. Problemi për ujti. Kur do që të se s'kemi problem, për të vadit, që të se s'kemi një. Të ndimojmë bujqësis, jo të humbim bujqësi. Ne jemi mbledh për të marrë uj për të vadit, të pregadit në për bujqësi. Pa uj ne, koto i shkojmë edhe tokat i larëm. Po, jemi zatë ka dhonë, botimin ka dhonë që do lishojmë uj. A vaja si kur është, ashtë mbëshel krejt edhe s'mund kjo vajt përpënuj ma. Pa u regulau. Edhe ki kanalizim këtu ka ekzistu. Kena vadit babas, qishnit, krejt. Ka vadit Saraqina, pusha Saraqinës, pshati Saraqin. Sot agrojt dhe kush javin murin këta, ta ndale këtë ujtin, ta ndale bujqësien, ta quje poshtë bujqësien, ta ndale bukën. Këtë ka e prapa. Jo, ne këto punë nuk i ndëpresim. Këto punë ne do i vazhdojmë në rast se nuk realizohet braza. Kena problem me ujtin e vaditjes, ujtin për ujtje në tokave. Vjetë kemi pat problemin, fillimi problemit ka konë, ka moti, po vjetë ka nisë fillimi i asaj kulmit, që i e shohëm sot se nuk do të realizohet ajo kërkesa joha. Se punimet gjishohen këto e kanë nesë para kulmin e bëjnë, ma pa do vijen temele. Ato nuk i dim një cëllë ndërtesa bon, para kulmi ma pa bon temele. E ne duhem premtim pi komunës, Tetovës, të nga tregojnë, o ti mjerim toka si vjetë, o ti lom, njerë ti lom. Si jonë mos hupim edhe ko edhe pare, se investimet jonë një thes plen, 25 kilo është bon 900 dinar. Naftën e dini vetë, nuk këna që të tregojnë, barëm ne të nga tregojnë mos i mjevni si vjetë ose mos i mjevni e hiqë. Nga komuna e Tetovës thonë se kanali do të ndërtohet pasi të përfundohet muri mbrojtës. Nga vullneti i mirë të cilin e ka premtuar kryetari, sigurisht edhe kanali i ujitjes do të ndërtohet ashtu siç ka qenë. Pasi të krihet domethënë muri mbrojtës i shtratit lumit, do rregullohet edhe kanali i ujitjes. Shkaku i dinamikës punës nuk e di, nuk mund të them sigurt, por besoj që deri në atë muaj do të jetë gati. Bujqit janë shprehur se nëse nuk hapet sërish kanali i ujitjes, do të organizojnë edhe protesta më të mëdha.